Plus që nga firma VIP është aludu që ka dalë 7 zonë, Alba. A është diçka më shumë? Mine kish pas sa vjetë për vjetë? Po, bile dje u diskutua dhe këtu që sti që ka qenë një fralloj synonimi. Meselja e konfliktit me synonimeve, aludohet. Qëre, është shumë problem me diskutu diçka se na tek e fundit jena bira e fundit e kavallit për këtë pjesë. Amo e kemi në mendim. Është shumë e vërtet. Mirë po, unë konsideroj që një plus të madhë për produksionin, deri në momentin që Agnesa thot që Alba është tjetërsu si individ, mëranda prej fillimit të Big Brother e deri momentin kur ka hy Lime, edhe prej momentit që ka hy Lime, na e kemi pa një Albë krejtësisht, dhe më thonë, në 365 shkallë. Jo, 180. 365, pësile, komplet. Do më thonë, ka argument, është sensitive, është endishme, do më thonë, më përgjithsi, edhe një format të tillë që është Big Brother, unë konsideroj që është një person i cili jep gjithçka prej vetës. Për çfarë arsye po them që jam Team Alba që tek e fundit, okej, po flasim fat për lëndrimin edhe për Klodin, të cilin do Unë atin veç apo lidh na familja kalmar me vizitu Albën mrana formatit. Besaj. Unë atin veç apo lidh na cili është çmime. E që kjo është ma e dhëmshme për Albën, se tek e fundit mbi gjitha, edhe pse është një format edhe janë lojtar, na jena mbi gjitha njerëz. The që e din pak a shumë mentalitetin se vetje nga struga. A ka ndonjë gjatë që Alba mu pajtu me familjen? A ka ndonjë formë që ata ndoshta e kishin falë gjithë këtë eksperiencë? Veç mu zhvendos për ata në event tjetër krejt. Po thu veç ikja është si. Me shkurt që nëse jep paret për komunën e Strugës, atëherë po besoj që e kishin shpallë qytetarën deri. E kemi edhe një situatë tjetër, në fakt një debat goxha të ashpër dhe që patë edhe reagime shumë në rrjet mes Benitës dhe Elionës, që nici goxha përgjatë ditës, po që pastaj edhe përfundoi me një gjuajtje të shishës që disa po thonë që është ka qenë padashje, po e disa thonë që ishte shumë e qëllimshme. Qikat mendoj prej fillimet i kanë gjithë paka shumë pozicionet e veta. Në shumë që javën e kaluna. Po, qëre, Benita ka zemrën shumë mire, kena vrejt që Benita është një prej atyne që edhe kur përplasë, për shambull me Albën, sa jënë shty, prapë kur kish nevojë Alba shkoj ke rike afro. Që na kena vrejt që Benita ka shumë zemrën e mire dhe shkon pajtot, njëjtë që kemi vrejt Elionën që ka zemrën shumë mire dhe shkon e pajtot. Për shambull, javën, po kom ndryshume në për Elionën, kom ndryshume në për Elionën. Jo, qëre mu se ka përqytje sindrome a qikës së mirë. Unë e kam problem me sindromën e qikës së mirë që e ka kjo. Jo me, se pa tjetër që ka shumë vlirat mira, a e kom thonë se sa në bardhe ze, sa në dy të komplikume. Po mërej që të dyat e kanë zemrën shumë të mirë, kështu se ja fali labit me një herë, për shambull Eliona, që ka zë pjekuri. Po më këty të debati. E tregova ma herët, mendoj që qikat prej fillimit i kanë pozicionu vetën se njëna kundër tjetrës. Prej në shta incidentet që kanë pas e tutje, e kanë pas një marrëdhënie të komplikume. Unë menoj që ka një herë është xhelozi, unë menoj që Benita është i don disa asetet e Elionës, Eliona i don disa asetet e Benitës, po asjona s'ja pranën tjetrës. Pra menoj që është një varë xhelozia akumulume, Eliona e xhelozon mendoj Benitën për lirin që e ka Benita, dhe në anë tjetër Benita mund me xhelozu Elionën për simpatin që e ka Eliona. Ama veç për hapjen e kamëve, menoj që aty Eliona e pranoj ke që diçka gabim, po çka po mbengon te Eliona është që për shembull ka një herë po ngutet mi thon fjalët, atë se kjo po ngozrosi çik e matun edhe e çet, po ngutet mi thon fjalët në prime, i thot fjalët vetëm në prime, edhe masanej fillon të ndërtu me kërku falje. Për në anën tjetër, secili prej banorëve po e bën. Absolutisht është kundër moshës që e ka, edhe pse nuk Eliona do të në finale edhe patjetër, me fitu se mendoj, po në finale do të qenë patjetër. Në kuadër të lojës që e bën. Unë konsideroj që Eliona e ka përcjell Big Brother jo veç në Kosovë, po edhe vendin tjera, edhe ka marrë shumë spica qysh me reagu në situata, se unë zakonisht e këshyri Bigon, edhe e shoh gjatë ditës, jo që reagon, përshamë qotë më gjesë, lyet një 2 orë, i kushton kohë, okej, fajn është aja, se tek e fundit është format që miliona njerëz e shohin, po për prime, thumë bën, edhe e kap moment. Edhe madje është shqipësia që ja mbulon pavarësisht edhe çka do që edhe është Leonora që bën avokatin asaj. Po të më pyet Redionin, a është xhelozia që tha Goni disa tipare të Elionës i pëlqejnë Benitës dhe e kundërta, apo Klodi është mullsheri mes të dy vajzave? Për orët e fundit sigurisht që Klodi është një lloj strategjia apo loje që i ka mbetur vetëm Benitës në atë lojë që për mua nuk është lojtarin zgjuar në krahasim me Elionën që është i zgjuar. E kam thënë është e ftohtë, përsa ko ajo ka këtë ftohtësi, ka dhe këtë lojë ku ajo nuk bie prej provokime dhe
shumë pak ka rënë prej provokimeve, ka këto ftohtësi edhe në raport me tjerë gjatë prajmi, bëna ajo vajza cute,